Muzeu i Kosovës ka vizitor mas të kënaqshëm, kisha me thonë, po kjo kretë varet edhe ne si institucion sa arrim që të kemi ekspozita shumë interesante për publikun dhe në njëjtën kohë sa arrim që këtë produkt që përgatisim ne ta japim, ta bëjmë ditur për opinionin nëpërmes mediave televizive, gazetave dhe portaleve të ndryshme, në mënyrë që qytetarët të thithin informacione se çfarë ndodh në muze, gjithsesi çfarë lloj ekspozite ka muzeu. Në rasti konkret është për shembull vitin e kaluar kur ne patëm me ekspozitën Një Kom Një Kulturë, pothuajse për mbi 3 muaj, dhe vërtet kemi pas një fluks shumë të madh të vizitorëve, për vetë faktin që ekspozita ka qenë nivelit shumë të veçantë dhe në njëjtën kohë në gjithë mediat e kanë dhënë si informacion dhe shumë qytetarë kanë arritur që ta shohin këtë kulturë materiale shumë të pasur të Kosovës dhe Shqipërisë. Natyrisht Muzeu i Kosovës për momentin godina kryesore ka 3 kate që janë të destinuara për ekspozita, 2 katet janë të destinuara për ekspozita të përhershme, gjithsesi ekspozita arkeologjike dhe historike, dhe kati përdes është i dizajnuar që të bëjë ekspozita tematike nga fusha arkeologjisë, etnologjisë dhe kryesisht nga fusha e trashëgimisë kulturore, po ko pas kohë nga kërkesa që kemi nga komunitetet e ndryshme ne ju ofrojmë kur sallën e kemi të lirë. Koleksioni më i rëndësishëm i këtij muzeu që nga viti 1999 nuk është në vendin e tij. Atë kanë marrë në mënyrë jo të ligjshme serbët gjatë periudhës së tranzicionit, e që nga atëherë ato qëndrojnë në Më të madhe ndoshta ka pasur në fazën e tranzicionit, gjithsesi në periudhën e luftës 98, 99, 2000, kur këtë institucion nuk ka pasur një kontroll dhe për vetë faktin që përveç asaj pjesë të artefakteve, gjithsesi asaj pjesë të historisë, gjithsesi artefakte që janë marrë në formë të rregullt, ka edhe shumë materiale, artefakte, dokumentacion që janë marrë në formën e pa rregullt, jo vetëm në Muzeun e Kosovës, por edhe në institucionet të tjera të trashëgimisë kulturore, dhe kjo i ka shkaktuar një handicap shumë të madh edhe stafit profesional, por edhe tërë aktivitetit të Muzeut të Kosovës. Ne disa herë kemi pas konsulta me menaxhmentin e Ministrisë Kulturës dhe shpresojmë që shqetësimi jonë dhe gjithë shqetësimi i shtetit të Kosovës të merret më seriozisht, ndoshta që me një moment krahas bisedimeve që kanë ndodhur, që ndoshta besoj që do të ndodhen, që me një moment edhe çështja e artefakteve të marra në Kosovë të zgjidhet një herë për gjithmonë, dhe gjithë artefaktet, dokumentacionin grafik, fotografik dhe gjithë materialet që janë marrë në Kosovë të kthehen përfundimisht, sepse ato kanë vendin se ku kanë
vështërsitë që i kemi, natyrisht dhe shpresojmë që në radhë parë që procesi i rinovimit Muzeut Kosovës ndodh sa më shpejt, në mënyrë që ne kemi kohë pastaj ose të arrijmë që planin ton dinamik, që si është programin ton, ta realizojmë për këtë vit dhe vitin që vjen. Mirë po, ne jemi shumë varur nga disa aktivitete që duhet ndodhin para se ne të realizojmë aktivitetet tona. Por shpresojmë që edhe këto pak ekspozita që i kemi të vizitohen nga qytetarët, sepse kanë që të shohin edhe me aktivitetet të përhershme, po edhe me aktivitetet të përkohshme. Puna në restaurimin dhe konservimin e materialit arkeologjik në punëtori, që është në këtë laborator, vjen duke bo gërmimet arkeologjike në gjitha unë të Kosovës, lokacione të ndryshme, periudat të ndryshme që vinë. Materiali vjen të njëherë bëhet në disa procese bëhen edhe në teren, kurse seleksionimi i materialit, kryesisht ceramik, moneda, prej metalit, ka janë edhe prej qelqit. Ajo që është për mu restauru, vjen të në këtë laborator, dhe në këtë proces pune, ne bojme ato që janë për me u restauru, kurse të tjera që nuk janë mu restauru, ka fragmente që janë me dekore dhe janë ato që bëhet seleksionimi i tyre nga unë arkeologëve, dhe ato që janë mu restauru, shkon në fundit themelor të muzeut. Kurse ato që restaurohen, bëhen të finalizimi i enëve të ndryshme, materialeve të ndryshme, që bëhet gati për ekspozit. Shqiptar. Nga Australia e këta dy të tjerët nga Japonia. Ata janë të mahnitur me ato çfarë kanë parë në këtë muze, mezi presin të kthehen prapë këtu. For the second time I visited, maybe 12 years ago and today. Kjo është vizita ime e dytë në këtë muze pas 12 vjetësh. Gjithmonë ka pas një ndikim të madh te unë, kur bëhet fjalë për faktet historike, tradita dhe ngjarjet që kanë ndodhur në atë kohë. It's very, very old. And the connections as throughout the years. Artin popullor, mënyrën e të jetuarit, mendoj se është një vend i qetë dhe i pasur me trashëgimi shpirtërore dhe mezi pres ta vizitoj prap. And it's very, very peaceful. I think very rich in memory. Unë mendoj që është shumë mirë të kesh mundësinë të shohësh artefaktet dhe të njihesh me mënyrën se si kanë jetuar në të kaluarën njerëzit në Kosovë. I think it was very interesting. Shikuar historikisht është shumë interesant mënyra se si njerëzit kanë jetuar. Njerëzit në shekullin e 16, 17 dhe 18. Është vend shumë i mirë, po ashtu edhe Ciceroni ishte shumë i mirë.
Të njëjtat emocione kur të vizitojnë këtë muze i kanë edhe bashkëdhetarët tanë të cilët jetojnë në diasporë. Mirë po, këtë pasuri të tyre nuk e njohin prishtinasit. Ka shumë të interesum të fillu për shqiptarëve në përgjithësi që janë këtu në Kosovë, ata tjerë diasporës që vinë me familje edhe fatmirësisht na gëzon fakti që e kanë trashëgu pak traditën të fëmijët, domethënë interpretojnë për traditat tona si kanë qenë, se normal janë asimilu edhe kanë haru, kur vinë këtu janë shumë ju duket interesant ky muze. Ka shumë raste që janë qëtu afër në lagje dhe kur vinë thonë na qëtu kemi jetu dhe nuk e pas kem ditë që është që kjo ka që bukur ose ky lloj muzeu që ndodhet këtu. Unë kisha pas një apel për gjithë, jo vetëm Prishtinës, por gjithë kosovarët, se masi që e cek edhe muzeun e Kosovës, a është në kuadër muzeu Kosovës, jo vetëm i Prishtinës, edhe po flasëm përgjithësi që tradita këtu paraqitet e popullit shqiptar në përgjithësi, kultura dhe mënyra e jetesës, cikli i jetës i gjithë shqiptarëve, pavarësisht cilës trevë është. Kurdo që të vjen, nëse ndihet pak shqiptar, ka me gjetë vetën këto. Numri është shumë i vogël i këtyre vizitorëve që i kemi na këtu. Shumë interesant, nuk di pse, më shumë kemi ndërkombëtar se ndoshta tont. Këto e them kështu me keqardhje, po kështu është realiteti. Historiku i familjes si formë organizimit në traditën shqiptare ngre gjurmë në lashtësi. Odat janë një nga elementet përbërëse të mënyrës së të jetuarit të shqiptarëve dikur. Ato kanë qenë të zotit dhe të mikut. Prandaj ajo ka qenë e hapur për herë për mikun e shtëpisë, kalimtarin e rastit, lypsin e madje edhe gjaksin nëse e sjell puna. Mbase kjo e vërtet e tyre e bën një nga atraksionet kryesore në këtë muze. Në këto dy shtëpi kemi pas fatin mi pas dy lloj oda, jo pse ka ndo, po në shtëpinë e parë atje të shekullit 18 ka qenë oda që është paraqit zakonisht nëpër qytete, me atë minderin lart. Nuk është si kjo oda tipike fshatare, apo tipike odë, që është nda me në dy qerga, të më thënë ashtu quhet në dy qerga. Normal, kuptohet se në odë kanë pas drejt me hy veç mashkullit, të më thënë ka qenë vetëm për mashkull, ka qenë oda funksionale, të më thënë ka pas funksionin shumë interesant, për shumë arsye. Njëra për tyre ka qenë se kanë pas edhe tubime, të më thënë janë bajt edhe kuvendit edhe mbledhjet edhe shumë gjana tjera. Me të parë djepi në këtë hapësirë të muzeut teknologjik të bën të kuptosh se je në një dhomë ku kanë qëndruar gratë dhe fëmijët. Dhoma e grave dhe fëmijëve, do më thonë ka pas funksionin vetë ceke, do më thonë vetëm për gra dhe për fëmijë, jo pse populli jonë atë ku ka qenë shumë fanatik, po kuptohet që flasin për familjet e mëdha patriarkale, që kanë qenë dame, do më thonë tregova edhe më herë që nodë nuk kanë pas drejt me hy gratë apo fëmijët, për shumë arsye edhe për atë arsye kam nda dhomen, do më thonë ka qenë dhoma vetëm për gra dhe për fëmijë. Ndërsa në këtë pjesë të Prishtinës mund të shohësh edhe punimet e mjeshtërve popullor. Në dhomën e artit popullor do të kuptosh se ata kanë realizuar talentin e tyre në shumë fusha, në drukvendje, në metal, në argjend e të tjerë. Në dhoma e artit popullor përmban gjitha elementet kuptohet ushqimi tradicional, ty fillu për qerepave të vjetër, që janë bopi dheut, madje kemi i briga të ndryshëm, gjitha elementet që përmbajnë në art popullor, por është fjala për ushqimin tradicional, edhe ciklin e jetës që ndërlidhet me këtë shtëpi dhe me këtë ekspozitë. Ndërsa në katin e dytë të këtij muzeu, vizitorët mund të shohin edhe veshje të shumta popullore shqiptare. Në këtë muze janë të ruajtura veshje nga pothuajse të gjitha trevat shqiptare. Këtu në këtë muze i kemi disa lloje që mundemi i prezantu trevat e ndryshme. Për shembull, kemi veshjen e Rrugovës, e kemi veshjet në qytetit që prezanton veshjen e Nusës, do me thonë Pej, Prizren, Gjakov, Prishtinë, do me thonë vetëm e qyteteve. E kemi Dollamën po ashtu, është gjugleta e malësisë madhe që ka një karakteristikë shumë veçantë. E kemi nda prej veshjeve, do me thonë është në katin e parë në korridor këtu në ekspozitë, se është pak më e veçanta si tjera. Mandej kemi veshjen e Drenicës, të Nusës edhe të Dhëndrit, po ashtu të Rrugovës veshjen e Nusës edhe Dhëndrit, Ana Drenis, veshjen e Maqedonisë. Kemi veshjet minoriteteve, prej krejt veshjeve kemi nga diçka.
Kjo pasuri që kanë prishtinasit nuk duhet të lihet në harres. Nuk është e mirë të dëgjosh nga një banor i Prishtinës shprehjen se nuk e di se çfarë ka në atë muze.